Opa, mirdita, vlezër dhe motra shqiptare ku do ku jeni. Kënaqësi shumë e madhe tashmë ju e dini me podcastin e Dajos që flasim për gjithçka çfarë ndodhi në Gjermani, nga A-ja deri te Z-ja. Por sot kemi një të ftuar special, një nga miqtë e mi më të mirë dhe pikërisht ky është Selim Kune, një djalë nga qyteti i bukur i Gramshit, i cili ka 10 vite eksperiencë dhe është një nga kryenfermierët më të mirë sot për sot në qytetin e Myniut. Selo, mirdita dhe kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit dhe për ftesën dhe të mundohemi sadopak që të japim informacionin e duhur për gjithë shqiptarët që dëshirojnë të punojnë dhe të jetojnë në Gjermani në profesionin e infermierit. Selim, do të lutem shumë, desha të më bëjë një hapje të bukur ashtu siç na ka hije në shqiptarët. Kush je, nga je, si ka ardhur, çka ke mbaruar, pak a shumë kartolinën e biznesit tuaj, ose të punës që ju bëni për ditë. Patjetër. Atëherë unë quhem Selim Kume, jam 35 vjeç. Mashallah, o zot. Vim nga qyteti i Gramshit, prej 10 vjetësh siç e thatë dhe ju, punoj dhe jetoj në Gjermani në si profesionin që kam mbaruar si infermier. Po, Kam mbaruar bachelorin në Shqipëri dhe masin shkencor në shtet. U mundova realisht të ëndra ime ishte që të punoja në Shqipëri dhe të kontriboja për vendin tim, por para 10-12 vjetësh ka qenë shumë e vështirë në Shqipëri shumë për e të saktë, gjetur për të një gjetur vend veten e vet, pune. një vend pune, do kolliteshe me pak fjalë. Nëse, edhe pasi dëgjova që Gjermania hapi dyert pastaj që kishte mungesë personeli në stafin mjekësor dhe infermeror, vendosa të mësoja gjuhën gjermane, Po, edhe aplikova për në detyrën e infermierit për në Gjermani. Fillimet ishin të vështira, normal në një vend të huaj, gjuha, gjithçka, shoqëria, është kryesorja, po, por realisht kam gjetur mbështetje shumë të madhe nga spitali ku unë punoj, po, me akomodimin, shtëpim, po ashtu edhe punën kolektiv më kanë mbështetur shumë, edhe besoj tani që kam bërë zgjedhjen e duhur, që jam punoj dhe jetoj si infermier në Gjermani dhe prej më shumë se 6 vjetësh kam marrë dhe pozicionin e kryenfermierit bashkë me një kolegën time, se realisht kam një pavion të madh paliativ onkologji. po, Të që do gjithë thot, ata ma shpjego pak, ata që punojnë në mjekësi besoj se e e kuptojnë. kuptojnë të gjë, po, Paliativ është stad terminal Po. të pacientës smurët me kancer. po, Po ashtu në pavionin tim kemi edhe pacientë të cilët trajtojnë me kemioterapi, marrin kemioterapinë dhe pastaj brenda ditës, nëse nuk kanë efekte anësore, miku im Selim, kthehen në stop, shtëpi. sa të shtruar kemi në moment, ose sa ke ti në mbikëqyrje? Po. Pyetje drejt, realisht pavioni që unë punoj, siç e thash, në spitalet të tjera ku unë bëj dhe një nebën job dhe pak a shumë njoh gjithë spitalet e Po, ke Myniut, informacione vija të përgjithshme, çfarë bëhet? shtetërore, Po, po ashtu dhe private, Po. realisht janë të ndara paliativ dhe onko. Në Po. spitalet cilët unë punoj, ne kemi realisht bashk, plus dhe tagës klinik, siç quhet këtu, Po. edhe të smurët që marrin kemioterapi brenda ditësh, nëse nuk kanë efekte anësore, rikthehen përsëri në shtëpi. Edhe varion nga 24 deri 26 pacient po, në çdo ditë. Realisht është një punë e vështirë të punosh me pacientët me kancer. Për mua ka qenë një sfidë e madhe në fillimet e mia, sepse në Shqipëri nuk ishte se kisha shumë eksperiencë. po, Kisha eksperjenca që kisha në Shqipëri ishte vetëm për praktike profesionale që ne duhet të bëjmë në momentin që studiojmë, pa ashtu kam punuar si vullnetar për pak kohë në Spitalin Rajonal të Gramshit. Por tani me kalimin e kohës kam marrë është përgjegjësi e madhe, po kam marrë njohuri të duhura në Fachrichtung i thon këta në drejtimin e onkologjisë dhe paliativ. shumë e saktë, miku im. Megjithatë, edhe një herë në këto momente kemi mikun tim, kryenfermier në një spital në Gjermani, në Myni, dëgjoje ti, ai, ajo, që në këto momente ne jemi me kampionin, miku im. Dajua me stafin e vet, ju ka bërë një sër pyetjesh që do ishte mirë që ata që na shikojnë
ata që na dëgjojnë, ata që kanë ndërmend për të ardhur në Gjermani, pak a shumë mos na vinë si deri në thes. Na vinë të përgatitur. Jemi në 2026, gjithçka të vej në mënyrë perfekte. Miku im, pse zgjodhe profesionin e infermierit dhe jo diçka tjetër? Atëherë, ëndra ime që ku isha i vogël ishte që të punoja në sistemin e mjekësisë, më mira do ishte si mjek. Me sistemin që ishte atëherë në Shqipëri nuk arrita që të merrja pikë të duhura dhe përfundova, pastaj thash okay, po qëndroj në mjekësi, po në profesionin e infermierit. Realisht kam bërë zgjedhjen e duhur. Çdo profesion ka vështirësitë e veta, përgjegjësitë e veta, por tani këtu ndjem shumë komod. Po. Jam shumë i kënaqur me punën, me çdo gjë. Po. Edhe e them plotësisht që kam bërë zgjedhjen e duhur që unë punoj sot si infermier. Vazhdojmë. Kur vendose që ti të largohesh nga Shqipëria për të ardhur në Gjermani, me 2 fjalë të vetme, për t'i thënë pikërisht ati djalit nga Tropoja, asaj gozës nga Saranda, ati djalit nga Srapari, ati djalit nga Vermoshi. Po. Atëherë, siç ju thash dhe ju pak më përpara, në Shqipëri para 12 vjetësh ka qenë shumë e vështirë për të gjetur një vend pune si infermier në Shqipëri. Edhe prandaj pasi dëgjova në media që Gjermania kishte nevojë për staf mjekësor dhe infermieror, atëherë mendova, okay, kjo është koha e dur të mësoj gjuhën gjermane dhe të punoj si infermier në Gjermani. Për gjithë ata që të jem korrekt, realisht në profesionin e infermierit minimalisht duhet niveli gjuhës B1, që ti mund të kapësh një kontratë pune që të punosh si ndihmës infermier në fillim. Prit keq ndaju atu befsha. Edhe një herë, ju lutem shumë, ju që jeni infermier në Shqipëri, pa dallime në qa qyteti, qa punë e bëni, në qovë se ju hape klapën, doni të vini në Gjermani, të punësoni në Gjermani. Ju lutem, ju përgjërohem, vetëm niveli gjuhës automatikisht B1, apo jo? Po. Në momenti kur ke B1, besoj se është një derë hapur, apo jo? Është një dritë jeshile, ti mund të punosh pastaj në spital si ndihmës infermier. Spitali ka shumë spitale që ju japin një ndihmë të madhe për sa i përket kursit të gjuhës gjermanishte, pa lek. Dhe kjo paguhet pavarësisht se ti atë ditë mund të shkosh në kurs, kjo është e paguar si ditë pune. Pra ti do me thënë ikë në kurs nga ana tjetër rroga ecën ajo. Rroga ecën. Atu befsha, atë keq ndaju. Nuk humbet asnjë. Thjesht duhet motivacion që ti të punosh, të mësosh, edhe sistemi gjerman për gjithë ata persona që kanë motivacion, që punojnë, mësojnë, arrin kapin atë që kanë ëndrrën e tyre. Shumë e saktë, miku im. Vazhdoj me pyetjen e radhës, cila është sfida më e madhe në vitet e para cilët ti ke ardhur në qytetin e Miniut? Kush është sfida që ti ke goditur në fillim? Realisht nuk kam ardhur vetëm, nuk njifi asnjëri. Kam zbritur në aeroport, kam marrë një taksi, kam ardhur në spital, po siç ju thash dhe më përpara ju, më kam pritur shumë mirë spitali, ekipi dhe stafi i spitalit, flege direksioni që i thon këta pjesa e menaxhimit, më kanë dhënë shtëpinë edhe ditën e parë në punë normal që isha nuk e dija ku isha, për shkak edhe gjuhës, pavarësisht se ti mund të kesh një nivel dhe B2 në Shqipëri të mbrojtur, kur vjen këtu është diçka ndryshe. Tu e ciklon, të 30 duar, dhe të keqen ndajua, do berë gjylperën e nga trove, por me ndihmën e kolegëve arrita pak nga pak dhe sot. Si puna atyre që ngjishin shkallë nga vash. Por siç ju thash dhe më përpara, në qoftë se ke motivacion arrin. Miku im, çfarë do të thotë ti jesh krye infermier në një spital gjigant që punon ti, më fal, po të them ti, ne nuk do përmendim emrin e spitalit, për arsye se do kollitet ai, po të vitet ajo do kollitet, s'do t'i bëjmë reklam spitalit. Asnjëherë. Ka mundsi? Pavarësisht se më kam mbështetur shumë, do doja që t'i bëja, por jemi në kushte të tjera. Bre kocka do ujë këndoj, a di ke gjendaj, a do bëj po? Realisht për gjithë ata që e njohin pak a shumë sistemin infermieror në Gjermani,
pozicioni më i vështirë mendoj unë është pozicioni si kryenfermier. Si fillim është për shkak të mungesës së personelit, Po, dhe e dyta është punëmarrësi këtu shfrytëzon sistemin. Çfarë do të them me këtë? Sistemi gjerman këtu për të marrë, siç e thon Gjermani, Krankmeldung ose të lajmërohesh krank, Po. është shumë e thjeshtë. prit, stop. Çuna dhe goca. Krank e diku ti thon apo jo? Nuk është kranku, nuk është vinçi. Krank shqip do thot raport. I sëmur. I sëmur, nuk vetë e puna. E Dhe- keqen, alo, da jam sëmur. Raport, më raport, roga ecën. Da jo të gjumë të shpia. Dhe çash, po, Po. dhe çash më e keqja në pozicionin që kam unë që Po. për 3 ditë nuk të duhet raport mjekësor të mjeku familjes. Po. Thjesht të lajmëron jam krank edhe Mbaroj mbyllet, mbarohet, do t'i thuash dhe gute besrum që i thon këta të shkuara. Edhe por dhe ai që do më shumë besoj se këtu e gjen shumë thjesht për të marrë që lajmërojnë krank edhe një javë, 2 javë. Po. Atëherë është përgjegjësia ime E kryenfermierit? Kryenfermierit që unë ose një person do punojnë për 2 veta pastaj, Po. ose unë do të gjej një person tjetër dhe dhimbjen e kokës që unë kam e kam mëngjes kur shkoj në punë. Pikërisht në mëngjes në orën 7 kur ty të marrin në 3-4 orën 6. telefonata, daju atezja, dajo unë zvi, teze unë zvi, shejtani nuk vi, dhe Pikërisht. Selimi koka me peshqir. O po boça do be Selimi im. Për pak kohë kam qenë realisht si kryenfermier në 2 pavione, edhe ka qenë pjesa më e vështirë e jetës time atëre, shumë stresuese për shkak të mungesës së personelit dhe siç thash dhe ju që abuzojnë me sistemin në Gjermani. Të kuptojmë i ujim, edhe njerë, vlezër dhe modra shqiptare ku do ku jeni. Jemi live në këto momente me një nga miqtë e mi më të mirë, me Selim Kume, një djalë nga Gramshi, me 10 vite eksperiencë në një nga spitalet më të mira sot për sot në Gjermani. Kujdes, dëgjo mirë me vëmendje, e të ke qendajua, se ke motrën, ke tezen, ke kunatën, ke çune teze, çune daj, që ka dëshirë të vi këtu. Ne nuk kemi të drejtë juridike për të firmosur, por ne bashkë me Selimin ju orientojmë. Mos të vish tu djalë më thjesht, o boça na bere. Fiks. Selo, pyetja radhës është kjo. Të lutem shumë. Kam pasur disa se un pikërisht intervistën ton e bëra dhe rrjetet sociale dhe më ka ardhur një pyetje shumë e bukur. Të lutem shumë thot. Do të pyetësh pak e infermierin gigantin, si është një ditë tipike e jotja në spital. Do me thënë, një ditë e veçantë, me pak fjalë. Me pak fjalë. Kur vihet, si vihet, do të thënë pak a shumë plus minus. Okej. Atëherë kryesore në Gjermani që ta dinë tërë ata që dëshirojnë që të vinë në Gjermani, koha e punës, orari i dur duhet jesh në punë. Përgjithsisht vendet e Ballkanit abuzojnë, ne fillojmë turnin në orën 6. 6 të mëngjesit. Po. Realisht, kur thua në orën 6, i e bër gati? Po, do ta shtjelloj. Po. Në orën 6 fillon Übergabe thon këta, ose marrja e punës nga turni natës, për shembull, ja kalon turnit parë. Por duhet jesh në spital në 6:10, do të shkosh në dhomat e zhveshjes, do veshësh uniformën dhe në orën 6:05 duhet të jesh në stacion. Da jo çam thuma kam dëgjuar që pas ke një kështu një çip, çfarë është ai çipi, që vjet ku vjet ai çipi. Çdo gjë ndoshta mund ta shtjellojmë dhe më vonë. Po. Sistemi shëndetësor gjerman është i digitalizuar. Po. Nuk përdorim akte si ndoshta edhe në Shqipëri, tani unë nuk e njoh shumë Shqipërinë se po në Shqipëri më duket se kohët e fundit edhe është bërë dhe në Shqipëri me çip. Është investuar deri diku. Po. Edhe bëhet, siç i thojmë ne Übergabe, pra kalimi i punëve që ka bërë turni natës për gjithë diagnozat e çdo që ja kalon turnit të parë. Pastaj unë duhet të ndaj punën me kolegët. Ti e përgjigjesh për pjesën për shembull e onkologjisë, ti për pjesën e paliativit dhe kush për kemioterapinë, kush për higjienën e pacientit, se ndoshta mund ta shtjellojmë dhe më vonë, higjiena e pacientit këtu në Gjermani, ndoshta në Shqipëri pothuajse nuk është nga koka të këmbë, higjienën e pacientit e ka për detyrë ta bëjnë në Gjermani infermieri, jo si në Shqipëri, që pjesën më të madhe ndoshta e bëjnë dhe të afërmit ose familjarët e pacientit. Shumë e saktë, miku. Vazhdojmë. Cili ka qenë momenti më i vështirë emocionalisht i këtyreve 10 vite eksperiencë që keni ju, miku im? Që të punosh me pacientët të smurt me kancer është një sfidë më vete. Po. Kam njohur shumë pacientë të rinj, moshave të treja që akoma është akoma më e vështirë.
kjo besoj unë ka qenë pjesa nga ana emocionale më e vështirë, sepse nuk kisha eksperiencë në Shqipëri, Po. edhe këtu që realisht që një sfidë e madhe sepse dhe mungesa e familjes, e shoqërisë, mbaron punën, punon me të smurt, me kancer, edhe kthehesh në shtëpi, pastaj je vetëm, kontakti me familjarët, me të afërmit ose edhe me kolegët, por gjithsesi kjo desh pak kohë, edhe jam shumë i privilegjuar tani që i shërbej realisht pacientëve të smurt me kancer që janë në një stad shumë të vështirë të jetës. Edhe një herë, miku im, ne po flasim pikërisht me mikun tim, me Selimin, i cili është krye fermier, dhe po kapim pikërisht tek puna e përditshme që bën Selimi, i cili është në një pavion që ata kurohen me sëmundjen e keqe. Në emrin e Selimit, në emrin tim, në emrin e Zotit para në mbrapa, i urojmë shërim të shpejt të gjithë atyre që janë pikërisht me këtë sëmundje. Pa dallim, qofshin gjerman, italian, grek, e shqiptar, Zoti e bëft mirë dhe u shërofshin, o Zoti madh, se nga vash muajin Ramazanit, u shërofshin sa më shpejt. Vazhdoj, miku im. Si e përpallon lodhjen mendore që të vjen nga puna, Selo? Ndoshta kjo është dhe pjesë e karakterit. Unë realisht nuk më pëlqen vetëm mia, unë kam shumë shoqëri. E kuptoj, Selimi është organizator i çdo lloji eventeve, i çdo lloj takimeve, në ai lloj futbolli, te kafeneja kur i me miqtë e vet dhe shokët e vet dhe ne i përshëndesim. Përshëndesim mikun ton, përshëndesim Toni nga Pogradeci, një super djalë i cili ka një kafene, apo jo, nuk e di si e ka emrin kafenea. Gelato Monaco, dojnë në Freajn, çuna që duan një kafe të mirë dhe në një akullore të mirë, te Toni nga Pogradeci, e përshëndesim Toni. Është kjo një gjë shumë e mirë realisht me komunitetin shqiptar në Mëni, nuk flas vetëm për shqiptar, por dhe shqiptarë e Maqedonisë, po ashtu edhe ata të Kosovës. Edhe unë tani jam bërë dhe familjar realisht, është shumë mirë, po kjo është kështu mund ta menaxhosh stresin e punës realisht, sot për sot me shoqërinë, familjen, edhe shumë e saktë. Miku im, si e sheh dallimin e shëndetësisë midis Gjermanisë dhe Shqipërisë? Plus minus, e ke parasysh vetë tani. Që t'jem korrekt, realisht sistemin shëndetësor në Shqipëri e njoh para 12 vjetësh, ku unë kam bërë praktike profesionale dhe kam bërë edhe pak si freiwillig i themi, ose vullnetar në spitalin e Gramshit. Me sa kam dëgjuar tani është investu, mund të jetë bërë shumë mirë. Por sistemi në Gjermani normal që është nivelet më të larta. Po flasim dhe nga ana jon si staf mjekësor, po ashtu edhe për pacientin. Për shembull, me siguracionet shëndetësore që paguan këtu çdo njeri, ai është i siguruar për çdo lloj untersuchung që i thon këta, për çdo lloj sëmundje, probleme që mund të ketë si në privat ashtu edhe në shtet. Domethënë për çdo gjë mbaron punën. Nuk ka lidhje në që unë për shembull punoj në spital privat, edhe nëse ai është i siguruar, normal punon, i ka të gjitha falas. Po ashtu ne si punëtor, ku është ndryshimi për mjetet e punës, ne s'na mungon asnjë, infrastruktura në gjithë, po ta marrë në përgjithësi në gjithë spital në vijat përgjithshme, si medikamente, si baza materiale, çdo gjë është perfekte. Po ashtu, si ta quaj si ndryshim, mund të jetë edhe higjiena e pacientit, siç e thash dhe pak më përpara, që në Shqipëri është përgjithësi pak a shumë të afërme, kurse këtu në Gjermani besoj unë që ka qenë çike vështirë dhe për ne që vijmë nga Ballkani, ashtu edhe nga Shqipëria, siç jemi dhe ne me fjalë që për higjienën e pacientit si mund ta bëjmë. Si mund ta bëjmë larjen e pastrimit. Po larjen e çështës. Zakonisht në Shqipëri e bëjnë, mos të them e bëjnë pa i ofenduar e bëjnë dhe sanitaret, ose një familjar paguan X. Po, pikërisht. Për të bërë ato lloj veprimi. Që ta dinë këta që duhet vinë. Po, që ta dinë që do vinë, domethënë që edhe një herë ju që do të vini, do lash e diti, do ta lash dajon tezën gjermane kështu, lakurime duan xhepa,
do ta bësh akullore, do ta lash, do ta kresh, do t'i presh thonjt, do ta harruash, mos gaboj, ha? Po. Do ta harruash, do ta bësh për qef. Gjithmonë në bazë të rregullave, gjithmonë në bazë të kontratës që ju keni. Po, në momentin që merr anerkenun, i thon këta që bën njoftjen e diplomës, normal që ti ke dhe bazën tjetër, higjiena është higjen për pacientin, po dhe aplikimi terapisë. Në momentin që merr erfaring, merr njoftjen e kontratës, pastaj bën janë të ndara gjërat. Ai që është pa njoftje diplome dhe është ndihmës bën pjesën e higjienës, kurse ti vazhdon me aplikimin e terapisë. Miku im, a vlerësohet infermieri në Gjermani dhe profesionalisht? Atëre mendoj. Kuptove, domethënë. Po. Me llove, si është infermieri me llove. Se dëgjoj miku im në rrjetet sociale, unë duke qenë një person publik, shikoj Instagramin, shikoj Facebookun, shikoj atë, shikoj këtë. Nuk arrita asnjëherë të kuptoja punën e lloves. Të gjithë gënjejnë, të gjithë mashtrojnë. Pse pikërisht Selim, nuk e kuptoj dot. Atëherë, po. Ma shpjegon të pse gënjen Iksi. Si fillim, kjo ka të bëjë dhe me personat, sepse asnjë nuk është i kënaqur me lekun, ndoshta është relative. Pas punë kemi ardhur. Po. Por unë me sa kam parë në Shqipëri, dhe në momentin që unë jam sot këtu, unë jam i kënaqur. Që do të thot? Që do të thot realisht, rrogat tani janë ndryshuar, nuk është si para 12 vjetësh që kam ardhur unë. Tani është se për shkak të inflacionit e qysh tek normal që janë rritur. Po ja u them me bindje këtë, sepse e di që një infermier sot, ndihmës infermier. Kur thua ndihmës infermier, pa njoftjen e diplomës. Bravo. Urkunde, po. Tani normal që ka lidhje se ku punon Altenheim, punon në spital shtetëror, punon në privat, sepse ka tarifa të ndryshme, TVL, TVD quhen këto, por unë po zë një mesatare, plus minus. Një infermier pa njoftjen e diplomës 2200 euro i merr neto në fillimet e veta. Do me thënë, të gjithë ata që vinë në Gjermani, sa shkelin, pa njohjen e diplomës, plus minus 2200 euro neto. Dëgjojmë shifra maramense, dëgjojmë shifra dhe poshtë, të lutem, sa orë pune? Por, ne kemi 38.5 orë pune në javë. Do me thënë i bie në muaj plus minus? Në javë 160, në muaj 160 orë. Plus minus 160 orë. Po, por, në momentin, sepse mund të kaloj dhe njerë sistemi shëndetësor në Shqipëri dhe në Gjermani. Realisht kam dëgjuar shumë që në qoftë se je infermier nuk bën karrierë. Kjo nuk është e vërtetë në Gjermani. Në qoftë se ti fillon me infermier këtu mund bësh gjithmonë karrierë, sepse ka i thon këta Weiterbildung në pjesën e menaxhimit e qyshtek dhe mund të arrish edhe në vlera shumë më të larta që të fillosh, por duhet motivacion. Domethënë nga vash duhet të gjithë shkallë. Domethënë në momenti kur ti kompletohesh dhe me licencën, do të thotë aty pasaj kalohet lart. Dhe sistemi shëndetësor në Gjermani normal që është me shtufe, janë 6 shtufe. Në momentin që ti bën njoftjen e diplomës, kalon në shtufe 2. Ma thoj shqip. Në shkallën 2. Po, kati 2, po. Në katin e 2 të bëhet një rritje prej 200-300 euro, kur ti mund të arrish me turnet e natës, si themi ne janë ca plus, arrin deri në 2800. Po. Neto flas. Neto flasim gjithmonë. Ka problem çaj është një shtori 1, ajo është punë tjetër familjare pastaj. Unë po flas për punën. Pastaj ajo është punë tjetër. Po. Momenti që do rish 2 vjet shtufe 2 ose shkalla 2, kalon në shkallën 3. Normal dhe 200-300 euro më shumë. Vazhdojmë. Është shkalla 4, 4 vjet shkallën 4, shkalla 5, 5 vjet shkallën 5, deri në shkallën 6. Do me thënë miku im, to kalojnë në bazë të viteve që ti ke. Po, eksperiencës së punës. Po. Dhe ta them me plot bindje ka infermier sot me të gjitha kualifikimet e duhura. Këto 6 që thua ti. Po, plus që dhe nga një pozicione që shtek arrin deri në 4000 euro neto. I marrin Selim. Po flas jo sot për nesër, pasi me një mbi 15 vite eksperiencë që ta kapish shtufen ose shkallën 6. Domethënë mbi 15 vite eksperiencë plus minus një infermier, këtu kap te kaça neto te xhepi. Okej, miku im, vazhdoj me pyetjen e radhës. Si është bashkëpunimi
mes mjekëve dhe infermiera. Po, realisht më ka bërë përshtypje shumë të madhe. Unë kam në pavionin tim 2 Ober Arts quhet, në Shqipëri është shefa të pavionit, plus dhe një profesor. Që jepat që vjen aty, po. Edhe ne realisht kemi një kontakt shumë të afërt si një familje, sepse ata na thonë shumë herë ne ju duam ju. 2 janë gjerman, njëri është turk. Realisht është më ka bërë shumë përshtypje se në Shqipëri paga shumë është një standard tjetër. Standardi doktori këtu të përbuzet është. Nëse mos i fusim të gjithë në kazan, jo, edhe njerëz të mirë. Normal. Por këtu është krejt ndryshe, ne kemi stafi ku unë punoj, jemi si familje, shkojmë dhe privat. Po, do më thënë takimi hyre dali, gëzime, festa, po, të kuptoj. Realisht është tjetër gjë këtu është shumë më mirë se mendoj unë se mund të jetë në Shqipëri. Miku im, a ka paragjykime si shqiptar në vendin e punës? Nuk e di. Se shikoj her pas here te infermeria, te baushtella, hamdej, këtej, shikoj pak atë paragjykimi që ky është shqiptar, ky është vllai nga Kosova, ky është vllai nga Maqedonia e Veriut. Domethënë në momentin kur dëgjojnë shqip. Të kuptoj. Ndoshta unë nuk e kam ndier realisht, pavarësisht se në sistemin e mjekësor, në mjekësinë në Gjermani, realisht 70-80% tani tashmë është nga të huajt. Dhe në momentin që pothuajse të gjithë ndihen të huaj, nuk e kam parë këtë paragjykimi, po paga shumë me shaka, pavarësisht se shohin internet për shqiptar, mafia që shtet me shaka dhe mund të na e kanë thënë, po thjesht me shaka. Por përgjithsisht jo. Ne realisht punojmë dhe me ata që njohun dhe që kanë folë dhe unë realisht ka respekt për shqiptarët se vërtet jemi njerëzit e punës. Miku im, sa i rëndësishëm është komuniteti shqiptar në qytetin e Myniut? Unë mendoj, si që o thash dhe ju më përpara, me tipin që kam që më pëlqen gjithmonë që të rri me njerëz, për mua ka qenë shumë i rëndësishëm dhe pse jo, ndoshta dhe ju e dini dhe ne jemi munduar sado pak dhe të ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë. Po, e di shumë mirë me bamirësi që ke bërë ti dhe shokët tu, i di shumë mirë informacione, po s'ka ardhur i përmendur, thjesht po. Dhe sepse këtu je i huaj, atëre nifet, siç e themi edhe në Shqipëri, nifet njeriu në momentin që është në kurbet. Sado jemi përpjekur me mundësi që kemi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe jemi gjetur njëri tjetrin. Dhe kam njohur shumë si në spital ashtu edhe në jetën e përditshme. A e ke menduar në një ditë të bukur me diell që të presh biletën, të marrë çantat që ke ardhur, të marrë bashorten dhe të kthehesh tek vendi jon i bukur? Në këtë pikë tjetës që jam unë tani jo. Mund ta kisha bërë këtë vitin e parë, vitin e dytë ndoshta, pasi erdha këtu, por në këtë pikë tjetës për momentin jo. Sepse jam stabilizuar këtu, ndoshta në të ardhmen, pse jo, më pëlqen Shqipëria, unë pushimet shpeshherë i bëjnë, jo vetëm gatimet, po gjithçka, familja, të afërmit, është normale se këtu sado që mirë t'jesh nga ana monetare, po zemra bosh, me fjalë, sepse je në vend huaj, po në këtë pikë tjetës siç jam tani nuk e mendoj për fat keq ndoshta. Miku im, çfarë këshille do t'i jepve të rinj shqiptar që duan të ndjekin pikërisht këtë rrugë, miku im, rrugën e infermierit. Shikojmë shumë shkolla në Shqipëri, shumë fakultete, shumë universitete, her pas here vetëm nxjerrin doktora, vetëm nxjerrin infermiera. Çfarë do t'i thotë Selimi, pak a shumë me informacionin që ke ti, me eksperiencën që ke ti, çfarë do t'i themi një djali që ka pikërisht këtë hëndër? Okej. Realisht unë nuk doja ta thosha këtë mendim sepse më vjen keq për Shqipërinë që unë jo thash dhe më përpara, unë doja që të punoja atje. Sepse kushdo kujdeset pastaj për të afërmit tanë atje në Shqipëri, por gjithsesi nëse nuk e gjen veten në Shqipëri, do t'i thosha që realisht Gjermania është një mundësi shumë e mirë. Për të rritur të ardhurat e veta, për të kriju familje qyshtek. Por, duhet gjejnë njerëzit e duhur të cilët i orientojnë, ashtu siç ju kam thënë dhe ju jeni, besoj, shumë informuar si funksionon. Faleminderit. Duhet si fillim që
të dinë gjuhën gjermane, sepse në moment është Chelsea këtu, në qoftë se Pika nuk një, pika një. të paktën bënjeshin. Pastaj këtu ecën sepse Do me dhe thënë hapi klinikat parë kryesore është, do me thënë niveli i gjuhës. gjuhës gjermane dhe të gjenë njeriu në dur në të cilën ti orientojnë, Po, ti ndihmojnë etj. po, Pastaj e kanë derën e hapur dhe është shumë e lehtë që të vinë që të punojnë në Gjermani. Muniu realisht është ndër vendet më të shtrenjta këtu në Gjermani, po. për sa i përket edhe kostove të jetës, po ashtu edhe si fillimesh dhe qeraja që është shumë e lartë, por është pjesa më e bukur e Gjermanisë. Nëse je në Gjermani duhet jesh në Muni, besoj. Sakt. Në Miku im, Bavari. çfarë gabimesh duhet të shmangin infermierët e rinj që vinë në emigrim? Se ka gabime, ai Po, s'dishke. pikërisht këtë duhet gjë njeriu në dur që t'i orientojnë, se pak a shumë gjojnë bëjnë në Shqipëri ka dhe mashtrues. Se tani janë rrjetet sociale, jo në një anxhesi, jo në këtë, jo në Pikërisht, po. pikërisht. Domethënë ata duhet të jenë shumë të saktë në Shumë të informacionin saktë, që marrin. sepse ato agjenci ndoshta i marrin lekët edhe pastaj lën këtu në tre. Për këta ne në s'do të tre- flasim. okay, Ne s'do të flasim, ne kemi të drejtë të orientojmë. Se Okay. çfarë bën ai, se ku vete ai, se Jo, si e ndoshta, ai. po, ndoshta i lën mes të rrugës pastaj, këtë duhet thosha. Duhet gjenë njeriu në dur dhe të mësojnë gjuhën, kjo është Chelsea. Miku im, çfarë të ka mësuar ky profesion për jetën dhe për njerëzit? Atëre, si profesion, ndoshta më përpara nuk e kisha menduar, po tani që punoj në pavionin e paliativ dhe onkologji, Ja, tani më ka bërë që të dua më shumë jetën, po, të çdo ditë dashurosh të dashurosh jetën, Po, edhe të respektoj më shumë njerëzit. kjo është një nga, domethënë, dy armat kryesore pikërisht për ju në këto çaste. Po, edhe me eksperiencën time që kam parë me shumë histori që më kanë treguar pacientët që kemi trajtuar, edhe vërtet jeta është vlera më e madhe Shumë e bukur. që ka një Po. njeri. Miku im, pyetja jon e fundit është mesazhi yt për Shqipërinë Më fal. dhe për Gramshin. Atëherë, mesazhi im për Shqipërinë është që unë do të flisja në fakt në aspektin e shëndetësisë, që të investohet më shumë në ana politikës në mjekësi, Po, edhe t'i mbajnë infermierët, mjekët, sepse më sa shoh në qoftë se tërë do largohemi atëherë do kemi probleme shumë të mëdha në Shqipëri. po. Edhe Mos haro, kemi dhe shumë infermiere të mira dhe mjek kirurg në Shqipëri, e? shumë të Kemi mirë. shumë të përgatitur, Shumë të përgatitur. kemi profesionistë të vërtetë. Mos them nga ana profesionale, e them me plot bindje që dhe mund të jenë dhe shumë më të mirë se nga mjekët që janë këtu në Gjermani. Miku im, nga vash emisioni tonë po i vjen fundi. Ishte kënaqësi shumë e madhe që Faleminderit. juve kisha të ftuar, që pikërisht folëm për sistemin pak a shumë për S'na linte koha se përciptas, përciptas. përciptas për shëndetësinë. Në radhë të parë duhet i themi të gjithë atyre që janë infermiera në Shqipëri, që kanë dëshirë që të vinë të punësohen, nuk i mbajmë ne. Nuk po i themi ne që ti hajde se t'i gjejmë ne, por mundohuni që të gjeni njerëzit e dur, Pikërisht. që t'ju orientojnë pikërisht çfarë pune do bësh, ku do hash, ku do pish, ku do flesh, ku do kollitesh, e shumë gjëra tjera. Po. Se shikoj shumë njerëz, jo vetëm te stili juaj i mjekësisë, por shikoj edhe shumë veta të tjerë, si të baushtedhës, si shoferat e postës, si shoferat e taksisë, si pllakaxhint, si këta të parketeve, gjithçka shikoj dhe kanë informacioni zero. Të kuptoj. Prandaj, në një zëri, unë, bashkë me gjithë Selimin në këto momente, i urojmë të gjithë shqiptarëve kudo ku janë, Zoti e bëf mirë, 2026 o Zot vetëm bashkësi, nuk e di Selimi nëse ka një mesazh pikërisht për shqiptarët. Mi përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, ju uroj shëndet, bashkësi. Faleminderit shumë. Selo, respekte, Faleminderit. kalofshit, ciao.